Janë rreth 30.000. Kaq është numri i minoritetit serb të deklaruar në Shqipëri sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011. Shumica dërmuese e tyre jetojnë në Shkodër, por serb ka edhe në Fier. Televizioni publik serb RTS ka zhvilluar një reportazh për jetën e këtij komuniteti në Shqipëri. Kur kam nisur shkollën, unë nuk kam ditur fare shqip. Në klasën e parë mësuesi është dashur të di serbisht, që të jap drejtim më të qartë se çfarë duhet të mësojmë. Ajković thot se deri në vitin 1934 vetëm në Shkodër kanë funksionuar 20 shkolla në gjuhën serbe. Por serbët e Shqipërisë thonë se sistemi komunist i Enver Hoxhës ka detyruar serbët të ndryshojnë emrat dhe identitetin. Në dokumentet shqiptare unë quhem Pavle Jakoja, ndërsa në shoqatën tonë emri im është Pavlo Jakoja Brajović. Nuk kam mundur as të ndryshoj emrin, sepse ende më paraqiten probleme. Por serbët dhe malazezët sipas këtij reportazhi të RTS-s duket se më nuk e kanë problem që në kishat ortodokse të zhvillojnë mesha në gjuhën amtare. Jemi të kënaqur me punën e kishës që ka bërë para 10 viteve. Kur flasim për festat zyrtare, meshat zhvillohen në gjuhën serbe dhe atë fal dioqezës malazeze. Kjo sepse edhe të rinj po vinë nëpër kisha tani më. Reportazhi thekson se në këtë zonë kanë ekzistuar më shumë kisha ortodokse, por sa ato me kalimin e kohës janë zhdukur. Sidoqoftë në këtë kronik ka edhe diçka pozitive ku flitet për bashkëjetesën. Kjo pamje ku shihet kisha ortodokse, katolike dhe xhamia në Shkodër shpërfaq harmoninë religjioze që ekziston në zonën veriore të Shqipërisë. Madje edhe shërbimi i hotelerisë shpesh herë ditë jetë edhe në gjuhën serbe. Prijatno, hvala, doviđenja, srećan put.